Shikues të nderuar, mirëmbrëma, mirë se vini në çdo kënd. Njëra temë zë tjetrën gjatë të gjithë javës dhe kjo jo vetëm këtë javë. Jemi mësuar kështu që në nisjet e sesionit politik në shtator dhe çështjet që do të shqyrtojmë sonte, që do të analizojmë sonte janë po ashtu të shumta dhe nisim pikërisht me lajmin e pasdites, me vendimin e gjykatës kushtetuese që pezulloi pezullimin e Belinda Ballukut si ministre dhe zëvendës kryeministre duke e kthyer atë në detyrë. Ndjekim insertin dhe kthehemi në studio për analizë. Gjykata kushtetuese ka pranuar dy kërkesat e Edi Ramës në lidhje me atë që tashmë njihet si çështja Balluku. Pas një mbledhje disa orëshe këtë të premte, gjykata vendosi rikthim në detyrë të numrit 2 të qeverisë, Belinda Balluku, duke pezulluar pezullimin e GKK me kërkesë të SPAK për zëvendës kryeministren. Trupa kushtetuese prej 8 antarësh u nda 5-3 në favor të zëvendës kryeministres. Gjykata kushtetuese vendosi me shumicë votash pezullimin e zbatimit të vendimeve gjyqësore numër 118 datë 19/11/2025 dhe numër 120 datë 22/11/2025 të gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar, për pjesën që kanë disponuar caktimin dhe vazhdimin e masës ndaluese, pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimit publik ndaj shtetases Belinda Balluku, sipas nenit 45 të ligjit organik të gjykatës. Po me shumicë votash, trupa kushtetuese vendosi që çështja Balluku të kalojë në seancë plenare, ku do të shqyrtohet në themel në 22 janar të vitit 2026. Gjykata kushtetuese vendosi me shumicë votash kalimin e çështjes për shqyrtimin në seancë plenare publike për shkak të interesit të lartë publik që ka kjo çështje dhe thirrjen në cilësinë e subjekteve të interesuara të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar, Kuvendit të Shqipërisë dhe Presidentit të Republikës. Çështja e pezullimit të Ballukut nga GKK përfundoi në kushtetuese pas një padije nga kryeministri Edi Rama. Kreu i qeverisë pretendonte se drejtësia kishte ndërhyrë në kompetencat e ekzekutivit. Përmes kërkesës zyrtare të disa qendrimeve publike, Rama shkaktoi dhe kundërshtim nga trupa e gjyqtarëve, që daljet e kryeministrit i cilësoi si presion ndaj gjykatave. Në fakt, vendimi i GKK për pezullimin e një antari të qeverisë në detyrë ka ndarë edhe juristët, një pjesë të cilëve kanë mbështetur prokurorët e SPAK dhe të tjerë qeverinë. Dhe me Poli Hoxhën, drejtues Alfa Press dhe Ervin Koçin, gazetar, kolegu im në A2 CNN, do ta shqyrtojmë këtë çështje, por jo vetëm këtë, edhe çështjen e avokatit popullit apo zgjedhjen e drejtuesit të ri të SPAK. Faleminderit dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Poli, ky vendim i gjykatës kushtetuese ka pasur mjaft reagime. Pritshmëritë kanë qenë të forta, të ndara, nëse do të pezullohej vendimi i gjykatës së posaçme për pezullimin e zonjës Balluku nga funksionet e saj në qeveri apo jo. Si e lexove ti këtë vendim? Shiko, për mendimin tim ka funksionuar deri në një farë mënyrë presioni i jashtëzakonshëm i kryeministrit Rama, i përditshëm, i disa herë ditshëm, domethënë në një farë mënyrë dhe ne imagjinojmë shikojmë vetëm presionin publik, Twitteret apo të përditshëm. Por mos harrojmë që jemi në Shqipëri dhe ne presionet apo negociatat apo gjërat e tjera gjithmonë i kemi underground, domethënë i kemi në pjesën që nuk duket publikisht. Kështu që atë le ta imagjinojmë vetë, domethënë se deri në çfarë pike ka shkuar, aq më tepër që kemi të bëjmë me gjykatën kushtetuese që në fundit është një gjykatë që është zgjedhur nga politika përgjithsisht. E ke përsëritur nga politika, nga parlamenti, nga presidenti, nga domethënë njerëzit kanë emrimeve në drejtësi që bën propozime. Domethënë ka një amalgam, domethënë institucione të ndryshme. Por gjithsesi unë dua ta marr të drejtë, sepse unë vetë personalisht unë dëshiroja që të shqyrtohej, që të mbyllej një herë mirë kjo historia, domethënë sido që të jetë vendimi, kjo historia e proceduriale e politikës, e cila akuzohet për korrupsion, përgjithësia apo qeveria, majtas apo djathtas, dhe shikojmë që gjithë situatën e kanalizojnë te procedurat, tek këto e tjerë dhe në fakt elefanti është tjetër gjë. Prandaj dhe kjo çështje për mendimin tim, sido që të përfundojë në gjykatën e lartë, nuk ndryshon as edhe një gjë për atë që është filluar. Për hetimet, për procedimin që është filluar, për shumë hetime të tjera që nuk janë marrë mas akoma, kështu që në këtë kuptim unë shikoj që thjesht po tentohet të blihet kohë dhe që nga blerë kohë deri në datë 22, sepse edhe të ngelet, vazhdoj të ngelet zëvendës kryeministre, fati penal
është duke u shkruar gjykundit tjetër nga jo vetë se çfarë mund të ketë bërë, nga zënës kryeministra dhe gjithë bashkëpunëtorët, dhe nga prokurorët që janë duke punuar në një çështje në vazhdim, në një hetim pasuror që në dinin time është zgjeruar shumë, etj. etj. Te ky vendimi i gjykatës sot, domethënë që ishte sipas ligjit organik që në kuptimin nuk është vendim, po domethënë derisa ne të marrim vendim, pezullohet një vendim në gjykatë tjetër. Derisa të bësh shqyrtimin. Më bëri përshtypje dy gjëra më bën përshtypje dhe ka çfarë se doni. Domethënë gjëja e parë për shembull. Unë s'jam as jurist, po me logjik. Po edhe me ndonjë jurist u konsultova para se të vjek. Njërë heq masën, se ka dy masa zonja Balluku. Heq masën e pezullimit nga punat, sepse ajo mas pezullimit nga punat, do të thënë ishte bërë për arsye që të mos prishte provat, sepse ajo është një e hetuar për punën që ka bërë atje si ministre e ekonomisë dhe si zënës kryeministre dhe për gjithë dokumentacionin apo tjere. Të mos kishte mundësi të paskën të firmoste më. Jo të firmoste, po dhe provat, se provat në atë zyrë gjender, shumë provat të tjera që mund të dalin gjatë hetimit. Po dhe bashkëpunëtorë të tjerë që janë në atë linjë ministrie. Dhe logjika ishte domethënë që ajo të mos jetë atje, sepse deputetët ata nuk e heqin dot, duhet ja kërkojnë parlamentit. Okej, e bën këtë dhe rikthyen detyrë, por ajo ka dhe masën tjetër të mos largimit nga vendi të marrjes së pasaportës. Kjo është në fuqi, kjo u lan në fuqi. Pra, ajo logjika që të thash, edhe kuptimi juridik, pra kjo nuk që nga e rrezikshme për të prishur provat dhe le të shkoj deri në datë 22 kur të merret vendimi në zyrën e saj, por që nga e rrezikshme sipas gjykatës kushtetuese, që nga e rrezikshme se mund të aratiset. Si me rastin e këtë lexojun se derisa ti e lë pasaportën të hequr, domethënë ti si gjykatë kushtetuese je dakord me gjykatën e asaj që kjo domethënë se pasaporta për atë punë që domethënë kjo mund të shkojë në zyrë, sepse sipas gjykatës kushtetuese deri në atë datë nuk i prish provat, por ama nuk mund të dalë jashtë vendit sepse ka potencial ose domethënë rrezik aratisi. Dhe e dyta,